Në prill të këtij viti, policia zbuloi një ambient të përshtatur për falsifikimin e diplomave të shkollave të mesme, universiteteve dhe licencave profesionale në fshatin Zall Bastar. Si rezultat i operacionit, u arrestua 51 vjeçari Abbas Tafa, ish kandidat për deputet i koalicionit Euro-Atlantik. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetime për skandalin e tash të quajturit Universiteti i Zall Bastarit, ku nga kontrollet dhe materialet e sekuestruara janë identifikuar 2 mësues të punësuar me diploma false. Raportohet se mësuesit janë të punësuar, njëri në Kukës dhe tjetri në Dibër. Po ashtu rezulton se edhe një punonjës i hipotekës, kadastrës ASHK Fier, është pa shkollë dhe me diplomë false. Prokuroria ka kërkuar nga gjykata pezullimin e menjëhershëm nga puna dhe ndjekjen penale për falsifikim dhe deklarim të rem. Diplomat false prodhoheshin kundrejt vlerës 1000 deri në 2000 euro.